Pyetjet publike të deputetit socialist Erion Braçe në Facebook se përse nuk konsiderohen votë vlefshme edhe ato fletë të cilat përmbajnë figurë jo etike kanë marrë përgjigje nga antari KAS Ledi Braho. Manuali i miratuar nga Komisioni Rregullator është orientues dhe nuk mund të parashikohet fantazia e çdo votuesi apo çdo zgjedhësi në manual në mënyrë që të sillemi si një proces mekanik për të vlerësuar votat e vlefshme apo e pavlefshme. Partia Socialiste, siç bëri edhe disa ditë më parë që bëri një kërkesë, mund i drejtohet KAS-it me një kërkesë tjetër dhe të kërkojë që çdo votë që ka një organ gjenital mashkullor apo femëror të konsiderohet nga KAS-i si e vlefshme dhe ne do shprehemi me vendim siç u shprehëm në rastin e parë. Më herët kandidati demokrat Ilir Ali Mehmeti publikoi një fletë votimi në Facebook me pretendimin se u shpallë pa vlefshme. Numëruesit tanë po mbrojnë aktivisht të votat e Partisë Demokratike. Kjo votë e qartë e PD-s u konsiderua abuzivisht si e pavlefshme nga KQZ-ja. Faleminderit zoti Ylli Subashi për reagimin e menjëhershëm. Vota është vullneti pastër i qytetarëve dhe do të mbrohet me vendosmëri prej nesh. Po juve, si ju duket kjo votë? Sipas Brahos, të gjithë reagimet janë në fazë pretendimi. Për aq kohë sa nuk ka pasur një trafikim masiv sa i përket kandidatëve apo subjekteve, unë besoj se tani askush nuk mund të bëj pjesë procesin e numërimit, pra flasim për administrimin zgjedhor që është bërë nga KZZ dhe grupet e numërimit, dhe tani po tentohet nëpërmjet mënyrave të tjera që të bëhet pjesë procesi i rinumërimit tonë KQZ nëpërmjet numëruesve të KQZ-s apo dhe antarëve të KAS-it. Për të gjithë qarkun e Tiranës janë numëruar rreth 900 kuti, ndërsa nuk ka patur asnjë ndryshim rezultati pasi të gjitha lëvizjet janë në numër të papërfillshëm.